Duhet kemi një foto që ka bërë Financial Times, prestigjozja ndërkombëtare e çështjeve, le të themi, ekonomike, ka bërë një shkrim, ditën e kaluar e ka publikuar, të premten, edhe thot në krye titulli: Jared Kushner dhe Ivanka Trump planifikojnë kompleksin luksoz rezidencial i cili mund të kërcënojë rezervat natyrore. Edhe pjesa tjetër e titullit sipër që nuk qen ka këtu thotë që flamingot shqiptar po takojnë, pra po përballen me buldozerët e familjes Trump. Si e lexon këtë zhllima? Di është publikuar, ka kaq kohë, domethënë, një muaj Financial Times del bie mbas një muaji me këtë. Nuk dua të them diçka negative për vendin ton, sepse në të vërtetë dhe pas një egoizëm, jemi vendi më i bukur në botë, por gjithsesi çdo shtetas mbron vendin e vet, por nga ana tjetër ne duhet të themi që si ka mundësi që familja Trump vjen në Shqipëri dhe gjithë kjo botë që ato e njohin shumë mirë, u ma gjepsën dhe erdhën në Shqipëri. E vërteta është që po, jemi vend i bukur, por kërkoj që të bëjnë investime. Po pse familja Trump tani dhe nuk e bëri familja Trump në mandatin e parë ku babai i zonjës Ivanka ishte president të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht dhëndri i tij dinte që Shqipëria ekzistonte dhe në mandatin e parë. Prandaj duhet të ju sjell në vëmendje përsëri ta kuptojmë bashkërisht të gjithë që sigurisht këto lajmet janë lajme të cilët janë të stisura nga vetë ata të cilët kanë pasur gjithmonë një qëllim dhe qëllimi është se si të goditet familja Trump pasi të iki nga pushteti dhe sigurisht që Shqipëria do jetë në vëmendjen e të gjithë mediave ndërkombëtare sepse pikërisht zoti Rama ka dalë në disa ose në shumë televizione të ndryshme, në shumë portale, ka dhënë intervista të ndryshme dhe nuk kuptohet që është përfshirë edhe familja Trump, por ju duhet keni parasysh diçka që të jemi realist. Tani flasim për Sazanin apo flasim për Zvërnec. Tani më shpjego pak të mua se kjo është ka lidhje, sepse parcela flitet për familjen Trump është në Sazan. Tani në Zvërnec pse lidhi më shumë ndërkombëtarët me Zvërnecin familjen Trump? Ju duhet keni parasysh diçka. Prokurorët amerikan të Partisë Demokratike Amerikane, kur do të vi momenti kur do të shërbejnë fondacionit Soros, do fillojnë pra kryesisht një hetim kundër familjes Soros kur presidenti Trump do të ketë lënë detyrën. Ose mund të nisi qytani dhe të bëhet një konsultim ose një konflikt i brendshëm politik, por gjatë kësaj kohë që është president nuk do të merren me te personalisht ashtu siç janë marrë kur iku nga presidenca në mandatin e parë. Ju e pat shumë mirë çfarë ndodhi me Trumpin para se të kandidonte në parë se mbaronin gjyqet. Nuk mbaronin gjyqet dhe tani për shkak se Trumpi ka hap shumë vatra zjarri, mirë shumë, djathtas majtas, dhe nuk kupton qartësi që Sorosi dhe demokratët amerikan përpiqen që nesër, kur familja Trump nuk do të jetë më në pushtet, sigurisht që do të fillojnë hetimet kryesisht. Dhe prandaj këto që ndodhin nëpër mediat ndërkombëtare janë të aksesueshme për prokurorë demokrat, të cilët do të bëjnë një hetim dhe do të përfshin familjen Trump në një konflikt ndërkombëtar kur babai ka qenë edhe president të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përfshirja Jared Kushner dhe Ivanka Trump në Zvërnec, duke qenë se ata janë në Sazan, ne me çfarë dim se këtu është problemi i mungesës transparencës kur flasim. A e tregove ti një material ti personalisht se nuk e kam parë në media tjetër, kur ishim këtu studimin e CIA-s? Po, jo, doli dhe në media tjera, jo që është studimi 59-ës. Ti e vendose këtu. E vendosa, po. Ti rikujtojmë qytetarëve. Po. Tani ju mendoni se CIA-s për projekt në përishën e Sazanit ka bërë gjithë këtë investim dhe do lejoj CIA familjen Trump të vitë bëjë një investim të tillë. Kush ka qenë propozues që ka thënë Ivankës hajde në Shqipëri? Është me një shokun e tyre në Jafën. Pra, sepse shoku ose miku. Rothschild, si ka me nëse ja rrova tash. Ka gjë mëse nuk na interesojnë këtë gjë. Pra shoku dhe miku o ta bëjnë gropën o të vlerësojnë. Tani, e vërteta është kjo që ne duhet të kuptojmë diçka shumë konkrete me realitetin. Dhe të jemi konkretisht me realitetin është ky, që ne duhet të kuptojmë që Ivanka është propozuar që të shkojë pikërisht atje. Tek vendi i gabuar
E kanë keq orientuar? Po patjetër, jo bëra plazhun, edhe na bëja ajo tani sikur po ka shkruajtur në një libër dhe u dashurova unë me ishullin, e kupton? Ose dashurova unë atë zonë që ti se një gu nga i bjen dhe zi i bjen. Temi realist tani. Përsa i përket këshilltarit, ata ta gjenë vetë. Por është pikërisht edhe kjo që ju po citoni këtu, edhe ne kemi cituar parë se të na dalin këta këtu, edhe kemi bërë para 1 muaj gjys 2 muaj, që urdhro është tani në konflikt të brendshëm politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ne kemi thënë shumë përpara këtu. Dhe sot të del fakt konkret. Dhe unë po të them që në 2028 do dali fakt konkret, në rast se Rama është kryeministër, Rama thot, shiko, unë do të shkoj të dëshmoj tani në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ata kanë do ketë një hetim për këtë. Po do ketë një hetim. Edhe do ketë hetim dhe të kenë parasysh diçka. Do jetë më e keqe se sa me Gonigal u pushua për Edi Ramën në Amerikë dhe nuk bërë kjo administrata që duhet të kishte bërë, të merrte dhe zotin Rama në pyetje dhe është shumë e dhimbshme në rast se nesër Rama bëhet dëshmitar kundër familjes Trump për interes të familjes Soros. E qartë. Mirë, kjo do duhet parë deri në çfarë pikë do shkojmë. Të lutem regjia, do të kemi një foto tjetër sepse do kemi copza të bukura diskutimi sonte për shkuar edhe për të kuptuar më thellë sepse duket se kjo histori është ndërkombëtarizuar tashmë, reagon Financial Times. Kemi dhe kongresmenin amerikan, Joe Wilson, kongresmen republikan i krahut të Donald Trump, i cili pak ditë më parë ka paraqitur në Kongres një amendament i cili kërkon të hetohet. Pra, dhe unë mund të them saktësisht se çfarë kërkohet, jo më vonë se 180 ditë parashikon ky amendament nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, sekretari i shtetit në koordinim me drejtorin e inteligjencës kombëtare do të paraqes komiteteve përkatëse të Kongresit një raport të klasifikuar, të përgatitur në përputhje me mbrojtjen e burimeve dhe metodave të inteligjencës, i cili shqyrton 1. Shkallën e narkotrafikut në Shqipëri, 2. Rolin e qeverisë së Shqipërisë në lehtësimin ose mundësimin e këtij narkotrafiku, dhe pjesa tjetër është edhe për represionin politik në Shqipëri. Tani, Karanja, çfarë do thot kjo? Ky është kongresmeni i krahut të Donald Trump. Dhe paraqit, dhe duhet të theksojmë diçka tjetër. Ky kongresmen është shumë i afërt me 2 vëllezërit nga Katari dhe nga informacionet të cilat kanë qarkulluar dhe në media, mund të jetë një nga kumbarët në thonjza dhe të marrëveshjes për projektin e Zvërnecit. Në këto kushte jemi, besoj, Karanja. Tani, para se dalim të deklarata, do sqaroj një diçka që duhet të jetë e qartë. Kur vjen një investitor i huaj, ai prona, pra e shef tokën fizikisht, thot, e ka shteti, e ka privati. Pra, domethënë, dokumentet shtetërore, thot, kush thot me dokument shtetërore ka kjo dhe bën një investim. Pra, ai nuk e di që në Shqipëri, me ligjet e politikanëve tanë të famshëm, një tokë e kanë 3 veta. E ka shteti, e ka privati, ka dhe trafikanti. Pra, ku ai s'do hedhë fallë. Pra, në Shqipëri, domethënë, një tokë e kanë 3 veta, si pasojë politikës të 35 viteve të gabuara. Këtu ka arritur me këto ndërhyrjet, vetëm Vlorë dihet që janë shkarkuar 17 drejtues hipoteke vetëm për këtë punë. Prandaj ai që vjen thot, "Ore, kem gjetë 2 vëllezër arab, ti investojmë." Investimi ka të finë e fitimit, se s'ka do fitojë se gjithë njerëzit, se kjo është investim i ligjshëm. Pra, tani po bëre sekserin do fitosh diçka. Ndërmjetësin. Fjala sekser është në kuptimin për vepritari, kurse fine e parashikon ndërmjetësimin e parashikon dhe Kodi Civil. Pra, ndërmjetësimin të ndërmjetëson dhe diçka të ligjshme, që dhe kur ti deklaron nuk ka asnjë gjë të keqe. Është një tregti ose biznes ndërkombëtar i ligjshëm, toka, investimi do bëhet, mund të themi për mashtrim, kur është gjë tjetër, por këtu kemi. Tani, mendoj që Sazani është ndar nga Zvërneci. Artikuj, vetëm sa s'poston ngjarjen 20 km, 15 km mani nga Sazani, mund të jetë edhe më pak. Unë e di 8 km me çka ka marrë, 8 km kështu përballë. Duke llogarit gjithë zonën e s'poston, sepse teorikisht i biti ishte buldozerin Sazan.
Ne s'kemi pa një buldozer Sazan dhe s'postohet. Dhe gjithë zonës Zvërnesit, tu domethënë kemi një zvendosje të konfliktit. Pra, shtyhet këne. Dhe këtu them që ajo që e lidhin politikisht që dëmtohet, por në parim unë nuk shoh në shkelje, pra do investoj. Tani ne që protestojmë ose protestuesit shqiptarë, pse nuk ka transparent? Çfarë ka ndodhur? Pse do jepet atit? Si jepet toka shqiptare? Mirë ja dhe tokën atit. Çfarë fitimi kanë shqiptarët? Çfarë tatimesh do marrin? I vetmi sqarim që është dhënë vetëm nga Tauland Balla. Ai ka dhënë sqarim, është në më të saktit. Do shesi tullën, do marri tjergullën, kaq ko mor veshur nga ky biznes. Shitjem tullës dhe tjergullën. Do shitsi mallin, 4 miliardë euro shkojnë 12 kur qarkullojnë, këtë kemi marrë. Po gjë tjetër unë s'kam dëgjuar, vetëm këtë kam dëgjuar që do fitoj populli shqiptar. Prandaj ne duhet qartësim në mënyrë të menjëhershme si do investohet, si do kujt është toka e. Dalim tek deklarata. Deklarata kohët e fundit ne e dim, domethënë, është fakt publik i ndryshimit të politikës së departamentit Amerikan Shtetit dhe presidenti Trump është firmos dekrete. Kur merresh me drogë, trafikon drogë, ti kryen aktivitet terrorist. Pra je barabart me Bin Ladenin dhe me akte terroriste, me Al-Qaeda. Dhe gjithë to veprimtari hynë në kuadër të Al-Qaedës. Pra do të thonë se po trafikon armë për vendos bomba. Pra këto rrezikshmëria shoqërore, trafiku drogës është arrit deri në këtë pikë. Tani kjo duke aktivizuar, sepse kemi parasysh aty thuhet është hetimi i shërbimeve sekrete. Këto janë raporte politike që do bëhen dhe nuk del burimi. Do jetë detyrë organeve të ndjekjes penale që të prodhojnë provën. Sepse ne duhet të prodhojmë një provë sipas ligjit. Në qoftë se ishin provat marrë nga FBI-a, është gjë tjetër që janë organet e ndjekjes penale. Kjo është një deklaratë politike që domethënë është një ligj që domethënë ligj ka forcën e ligjit dhe fton organet e tjera që kanë informacione nga më ndryshmet, sepse detyria ndërkombëtare e inteligjencës që provon këtë raport. Që të raportoj, ata kanë provat, i kanë filmimet jo procedurale, se kanë çu agjentet vetë se s'do tregojnë agentin ata se dihet kush ka qenë, se jemi ne 3 vetu kush e ka nxjerr kamën dihet. Hiç dy ngelet njëri. Kështu që ata thonë nga përmbajtja e bisedës ne nxjerrin se çfarë ndodh dhe është domethënë duke pasur parasysh që kemi të bëjmë edhe me kumbarin e marrëveshjes. Kjo tregon që vetë amerikanët duan transparencë në lidhje me rastin e Zvërnesit. Po si mund ta marrin këtë transparencë, ta bëj pyetje, si mund kërkohet transparenca kur këtu thuhet pra që na duhet të jetë një raport për narkotrafiku në Shqipëri dhe rolin e qeverisë në lehtësimin e këtij narkotrafiku. Pra i bie te to qeveria tani. Po qeveria. Po tani kujdes. Tani informacionet që do vinë, po ja, ai është ligj. Ai është ligj, se ato miratohet në Kongres. Do na vinë informacionet konfidenciale do na japin ato kur ka me dyert mbyllur ai biçë kishe, dilni jashtë gazetarë sepse Kongresi do ta diskutojë. Ai dhe këto lidhjet, pra po e ka përcen dhe sepse zakonisht kur janë antarë qeverie që janë me imunitet mbas të konventës Vienës aty ndërpritet. Po këtu ne shikojmë një kapërcim. Pra kemi kapërcim vetë konventës Vienës, që shikojmë me politikanë, sepse dihet që politikanë, jo dihet, për në çdo vend botës, jo vetëm në Shqipëri. Ata duan informacion të plot kush ka ndikim direkte në lidhje me trafikun e drogës. Pra, siç kemi diskutuar bashkë, kush është Xhuxhi? Ata atëherë, pra ata kanë foton e Xhuxhit që ka qenë në takim. Pra, duan një hetim të plot dhe të gjithanshëm në mënyrë operative, në kuptimin në mënyrë nga ana e inteligjencës. Dhe ato pavarësisht se sprovohet në bazë të ligjit penal që nuk dënohesh pa ata thonë shikoj, je këtu, dhe ti ke qenë aty s'mund ta mohosh. Pavarësisht se ta ka bërë një foto një i shërbimit amerikan i inteligjencës, ti është foto, madje mjetet e tyre janë të rezolucionit lartë dhe nuk mund ta mohosh që s'ke qenë aty. Domethënë, po gjithë detyra që këto të bëhen veprime procedurale që të marrin përgjegjësi penale për personat që kanë direkte lidhje me trafikun e drogës, të cilët kanë hyrë garant, sepse kanë hyrë garant këto. Dhe tash kur vjen muhabeti te investimi janë të rrejtë. Zvërneci provoi këtë amendament si mendon? Indicie nga ku erdhi? Tani familja Trump, për mendimin tim, në mënyrë të padrejtë i është vënë një damk.
Pra, domethënë, spostohet konflikti nga Sazani del në Zvërnec. Mendoj nuk kanë lidhje me Zvërnecën dhe duke qenë mbrejut të mos ta lënë me një administratë tjetër që të abuzohet, ta zbardhin vetë. Si është ngjarje, më mirë të zbardhen ngjarjet nga profesionistët me një ligj kuvendit, sesa ti lehet abuzuesve. A pra ti mendon që po kërkon vetë Trump zbardhë gjithë historinë për çështjet e emrit të familjes? Historisë, sepse ne vim, sepse është e qartë, dy vëllezër arab po investojnë çat keq që ka këtu. Si po investojnë këtu, fillon terri, edhe ne jemi në terr informativ se prona është e jona, prona është e shqiptarëve. Sazani është merit, sepse deri para luftës ka qenë i italianëve. Pra neve e kemi shqyre kemi një ishu dhe kjo transparentës duhet ishte. Ky do t'i jepi me qira ose me kontrat 99 vjeçare, s'ka asnjë të keqe për zhvillim. Pra kjo edhe ne na ka fut në terr informativ, por nga ana tjetër ka bë me balt edhe investitor të ndershëm, të cilët kanë parat, arabët po vinë po të investojnë dhe neve si jemi të zot ta marrim këtë investim. Pse? Se i hidhet faji protestuesve, nuk është faji protestuesve. Nuk është faji protestuesve, por është faji i largimit profesionistëve nga vendet e punës dhe profesionistët që zgjidhin këtë punë. Transparencë, ta merrin vesh gjithë, populli i Vlorës mund mes Lugommarës me pamje do vi ky, se s'është një sekret ushtarak aty. Sot edhe tunelet i dinë se kush janë zbulu, sa ai pavarësisht se është zyrtarisht që ka qenë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe ka ndryshuar, ai domethënë ka qenë një objekt i braktisur. Prandaj gjithë këto gjëra është faji jon. Pra gjithë kjo lloj fshehje, gjithë kjo lloj mjegunaje, gjithë kjo lloj errësire dhe për fajin tonë kemi arritur të pikë që ata janë të detyruar të zbardhin ngjarjen. Faleminderit Karranxha, shpjegim shumë i mirë. Zhrima tani do pyetje apo e ke të qartë tani pyetje? Ç'do ndodh me kjo po kërkon Trumpi vetë këtë? Jo, duhet keni parasysh diçka që para se të shkojmë tek lajmi i fundit të Zvërnec dhe Sazan, para 3 muajsh presidenti Trump zgjati atë që ne themi shpalljen non gradave, jetimin për krimin e organizuar, terrorizmin dhe gjendjen e jashtëzakonshme. Jo, ishte ajo e para që u zgjat në afat në muajin janar, mos gabojmë. Mirë, s'ka disa muaj pra. Pastaj ajo për shkak të konfliktit në Iran u harrua dhe tani vim te momenti ku duhet flasim atje në janar. Pra nga janari fillon muhabeti, jo nga Sazani dhe Zvërneci. Dhe pikërisht kjo këtu është linja Trump që është kundër krimit organizuar i cili përfshihet dhe ka lidhje me ata që ne flasim botën e krimit të drogës, dhe në Ballkan ne dim shumë mirë që Departamenti Amerikan i Shtetit vazhdimisht ka dhënë një numër telefoni përmes ambasadës amerikane në Tiranë dhe ka thënë denonconi ata të cilët ju mendoni se janë të përfshirë në krimin organizuar dhe drogën. Dhe pikërisht kjo gjë që të bëhet, ashtu siç e tha me të drejtë kolegu, nga aspekti legislativ, në aspektin hetimor, duhet të ftojnë disa institucione të japin raportet e tyre dhe t'i grumbullojnë dhe në fund fare nga ajo që ne themi iniciativë politike të konvertohet dhe të bëhet një iniciativë edhe një konkretizim ligjor, hetimor dhe në fund fare pse jo edhe ndëshkues ndaj atyre të cilët janë të përfshirë. Tani më lejoni t'ju them edhe një rast tjetër, vetë Departamenti Amerikan i Shtetit dhe linja Trump, një familje shqiptare me mbiemër Hysa, po, mos gaboj, i daluan hyrjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe te Thesari, mos gaboj, akoma më keq. Po, Departamenti Thesari, po. Që do të thotë, duke marrë këto dy fakte, ne kuptojmë qartësi që vëmendja e zotit Trump dhe administratës së tij, edhe të Departamentit Amerikan Shtetit, nuk përfshihet fare as të Sazani, as tek pjesa e Zvërnecit. Përfshihet pikërisht aty ku e ka lënë në janar që të fillojë politikën globale, ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor. Dhe pikërisht aty është diçka shumë shqetësuese në rast se kjo, ose më mirë ky amandament, ky akt ligjor parlamentar do të shkojë deri në fund, këtu kemi një gabim të madh në rast se është në të vërtetë origjinali i dokumentacionit. Kjo është origjinali i dokumentacionit? Kjo është gjë e keqe. Sepse kjo është marrë nga faqja, është ordër e ke zyrtare pra këtë. Është shumë e keqe, pse aty thotë Shqipëria dhe qeveria e Shqipërisë. Po pra rolin e qeverisë. Karranxha, edhe unë edhe ti jemi pjesë e qeverisë. Pra do thotë këtu ka emrin Edi Rama. Dhe a mendoni ju se do arrijë Shqipëria që të ketë një Maduro
në Amerikë për të audituar për raste të ngjashme korruptive, kriminale, të krimit organizuar dhe të drogës. Dhe pikrisht kjo është nëse miratohet është herë parë në 35 vjet që një deklaratë e tillë e nivelit lartë pra implikimin e antarëve të qeverisë, sepse qeveria shqiptare. Fjala qeveri ne do t'i referojmë kushtetutës, kush janë antarët e qeverisë. Karanja, Gylseni. S'mund të jenë zëvendës ministrat, ose s'mund të jetë Alçi Bllako, se kanë gjetë Alçi Bllakon, ose Lefter Kokën. Tash këto nuk mund të tahesh me ato, se ato e dinë se kush është. Pse kanë gjetë disa pika shkarkimi këto që ja këto i bëjnë. Mendoj që kjo është diçka, nëse shumë serioze. Miratohet, është diçka serioze dhe do hetim nga ana e Spakut. Jo, prit një sekondë. Do duhet ta fut Spakun te diskutojmë mbar. Jo se kemi të Spakut, sepse dhe Spaku do japi kontributin e vet në histori, ëh. Jo, nuk ka lidhje fare Spakut, mos më përfshi fare Spakun, e di pse? Jo. Se ky është pikërisht dështimi i Spakut. Se nuk mund zotri ti kesh këto dokumenta, këto materiale institucionet amerikane, kur ne e dim shumë mirë që këta të Spaku kanë shkuar 100.000 herë në Amerikë dhe nuk i pas kanë këta këtu në Tiranë. Ose këto i mbajnë dhe i bëjnë fresk, që do thotë fajësi administrative dhe pse jo dhe penale, ku prokurori nuk din të bëjë detyrën e tij, dhe në fund fare nuk mund na dalin në një dokument i tillë kaq serioz, të marrë qafë Shqipërinë. Le të marrin qafë ata të cilët qeverisin keq, po jo Shqipërinë, se aty ke Albania o zotëri, ke Shqipërinë, qeverinë shqiptare, nuk e popullin shqiptar. Nuk ka dalë aty presidenti thotë gëzohen për një popull të mirë, një kombi mirë. Të thotë qeveria shqiptare. Prandaj të thash dosjet janë shumë të mëdha. Ishin A4 dhe po fillim bën, nuk është se ai libri që them përpara. Është më e rrezikshme se kjo. Po represioni politik, për shkakun çfarë nuk kupton, sepse kërkohet dhe represioni politik, hetim për represionin politik, pra shtypjen politike. Edhe një herë, të shtypjes politike nuk kupton që dikush nga qeveria ka përfituar që të shtypet dikush. Kush është i shtypur sot në Shqipëri që thënë s'ka shpresë? Partitë opozitare të cilat duan të vinë në pushtet. Sepse në rastin e marrim të mirëqen që kjo qeveri që ka e bazuar nga krimi organizuar dhe nga droga, sigurisht që si do të vinë një opozitë e re. Tani ta bëj një kur ti je në pegmarrje nga drogaxhit dhe nga kriminalët. Ja e toj Amerika, prit të bëj një pyetje. Ja e toj Amerika, u miratu prit më deri në fund. Po mirë çoj Amerika deri në fund. Ja, atë e supozojmë disa gjëra dhe i ngec në rrugë. Supozojmë që miratohet ligji, nisë hetimi brenda 180 ditëve, Po. E kupton? Domethënë për 6 muaj do dali raportet, ju miratuar. Samiti NATO-s duhet bëhet në Shqipëri apo jo? Se i bie del në kontradikt me veten ky që ka bërë këtë akt. Tashi nuk e dim se çfarë do ndodhi aty. Pyetja që bëj unë është, a ka autoritet Amerika dhe në rast se konstaton që qeveria ka lehtësuar narkotrafikun dhe konstaton represion politik, ka autoritet ligjor, kuptimin të bëne arrestim ndërkombëtar, nuk e di çfarë mund bëjë, domethënë mund ndodh gjë apo i përfshir në një ngjarje të brendshme amerikane dhe ti ke qenë me cilësinë një përfaqësues të shtetit dhe aty konstatohet që ti je takuar me gjithë ata të cilët kanë qenë në vëzhgim, sigurisht diçka kanë ata një material që është kërkuar, sepse shiko, nuk është se un po të vi, për shembull, do ta kuptosh në këtë formë. Un jam deputet, supozojmë, mirë, jam në parlament dhe po normohet një ligj. Mirë, deputeti i cili ka eksperiencë pune në parlament jep vazhdimisht amandamente. Mirë. Po propozon ligje. Po amandamente tek ligji. Tek ligji, po, ke ndryshime. Po në seancë plenare. Tani, kur e ke bërë vazhdimisht si deputet këtë gjë, nuk ka pse të bëhet dyshim ndaj teje, sepse ti sigurisht që ti ke një qasje me profesionalizmin tënd kur vjen një ligj dhe e kundërshton dhe jep mendimet e tua. Po në rast se ti ke qenë deputet 10 vite dhe nga 10 vite, një vit radhëzi, ke dhënë vazhdimisht amandamente, do thotë që dikush të ka dhënë amandamente ty, edhe ti ke shpërnda amandamente, pra ke bërë tek ligjet, pra do thotë që një grup interesi brava. Diçka ka vendosur sepse ti duhet ta bësh shumë shpejt amandamentin. Pra, sapo morë mandatin, kuptove kush është roli jot dhe kjo. Dhe kjo pikërisht ka ndodhur, te kjo këtu ka ndodhur që dikush ka investuar që ky të bëj këtë amandament ky personi, ky kongresmeni. Pra, për mbrapa kësaj është dikush që do të marrë në qafë dhe jo vetëm Shqipërinë, po edhe qeverinë shqiptare duke treguar një fakt konkret që do thotë që kjo qeveri pikërisht është aty nga krimi organizuar.
Pra do të thotë që nuk ke vetëm iniciative kongresmenit, po duhet edhe një person tjetër ti ketë i referuar këtij biznesmenit dhe ketë thënë, "Më fal, këtu ke një problem shumë të madh. Çfarë? Kjo qeveri vazhdon, po këtu bëhet shtypje politike." Dhe çfarë do të thotë në shtypje politike? Do të thotë që kur nuk ndryshon kjo qeveri për shkak se Shqipëria ka të implikuar qeveritar në krimin organizuar dhe drogën. Pra do të thotë që goditja është e përqendruar tek Edi Rama. Pse? Dhe dikush do thotë pse bën thashë them. Jo. Sepse është e pamundur të mendosh që në një vend normal dhe në njerëz të shëndetshëm të çdo 6 muaj dhe çdo një vit ti të kesh politikan të Partisë Socialiste në telashe me drejtësinë. Kjo nuk do të thotë që drejtësia funksionon, se kjo është mashtrim i radhës, ose spaku funksionon. Jo, kjo është mashtrim i radhës. Kjo do të thotë që ka individë të cilët kanë bashkëpunuar në mënyrë të atill që të bëjnë vepra penale, sepse i kanë përfituar për shkak të pushtetit, në momentin kur kanë prishur pazaret me njëri tjetrin, fillon dhe goditja të më të dobtit kur kanë qenë të dytë më të fortë. Prandaj rasti Balluku nuk duhet të shkëputet nga vëmendja. Kemi tani për diskutim, por përpara se të kaloj te Balluku, pyetja e fundit, kemi dhe atë takimin për NATO summit që do mbahet në Turqi. Besoj aty mund të kuptohet diçka në raport Trump-Rama, domethënë për qeverinë, ndaj takim dorë, se gjua diplomatike, ju do dini garantë që është shumë e rëndësishme dhe jep edhe një mesazh, kam përshtypjen mund të marrim diçka aty. Do shikohet sepse Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dihet që janë kontribuesi kryesor i NATO-s dhe janë ata që kanë themeluar. Duhet parë domethënë në kontaktet, vendi që zihet se bëhet një foto në fund aty dhe jepet dora. Pra është një protokoll që bëhet gjithmonë. Po ta kesh parasysh, lidhen jepet dora, janë përfaqësuesit vendeve më të mëdha evropiane dhe do shikohet lidhje me raportin dhe kontaktin Trump-Rama, shumë e thjeshtë, lidhje Trump-Rama ka për qenë ajo. Nëse ka diçka vërtet një gjuhë diplomatike, besoj. Ajo do të shikohet në raport, thash se dhe raporti këtu që është pika 13, pra pika 2, pika B e raportit flet për Serbinë. Pra lidhet dhe me zgjatjen e po ta kesh parasysh pikën 2 që flet dhe për domethënë raport mbi ndikimin rus dhe kinez në Serbi. Domethënë flitet për gatishmën e Ballkanit. Domethënë është vetëm për është diskutuar dhe është ngritur gjithë problematika që mendohet sipas inteligjencës amerikane në fjala domethënë thash edhe një herë, ata duhet të provohen. Pra duhet me provat që shërbimi ka lloje forma tjera se si ti provon. Ndryshon nga ne që merremi me ndjekjen penale dhe bëjmë avokatinë, ato kanë prova që i provojnë me format e veta. Këtu takimi do shikohet, sepse edhe këshilltarët e sigurisë duke i shkuar informacion nga CIA dhe nga shërbimet e tjera, i thuhet dhe do shikohet dhe në raport me politikën e fundit. Jemi në pritje që ashtu. Dhe edhe në 2027 që foli dhe Zhdima. Po, për samitin e NATO s'mbahet apo s'mbahet në Shqipëri? Në Shqipëri do jemi në ditët në... Po, sepse shumë e thjesht logjika, ata kanë kërkuar që tjetë nuk e disa përqind është mbi 2.5% e prodhimit të brendshëm bruto. Mirë, po ne si Shqipërinë mund t'i çojmë parat aty, ne kemi çuar ke investime të tjera, nuk i kemi çuar ke NATO. Rrugët tani po tek NATO ka akses të shkollat ne. Nuk është investime, nuk është shkaku kryesor, sepse ne nuk i kemi arritur asnjëherë 2%, po janë shumë faktorë tjerë dhe